Edhe kur vizitova gardën kombëtare të Teksasit, në mesin e ushtarakëve që e mbrojtën vendin ton, kur Serbia na sulmoi në Bajnsk, komandanti amerikan në emër të ushtarëve që kishin shërbyer në Kosovë tha: "Zonja Presidente, ne ishim të gatshëm ta japim jetën tonë për Republikën e Kosovës." Prandaj, në atë fjali, kishte diçka më të madhe se sa mirësjellja dhe miqësia. Në atë fjali kishte besë. Ushtarakët amerikan edhe sot e mbrojnë kufirin ton së bashku me bijtë e bijat më të mirat këtij kombi, të policisë ton dhe të ushtrisë son. E përkundër kësaj, ende ka përpjekje të turpshme për ta relativizuar rëndësinë e kësaj aleance. Por historia dhe faktet flasin ndryshe. Kur Kosova kishte më së shumti nevojë, Amerika ishte aty. Kur Kosova u çlirua, u pavarësua dhe u ndërtua, Amerika ishte aty. Dhe tani që Kosova po synon sigurinë dhe zhvillimin afatgjat, Amerika është përsëri këtu. Amerika është në çdo kapitull të shtetëndërtimit ton modern, në çlirimin e Kosovës, në deklaratën e pavarësisë, në kushtetutën tonë, në kapitullin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, në njohjet tona, në institucionet tona, në reformat tona, në ushtrinë tonë, në policinë tonë. E kjo aleancë nuk ndalet këtu. Ajo shkon edhe më thellë në zhvillim, në ekonomi e në energji. Sepse e dini kush po na ndihmon edhe sot në sigurinë energjetike? Amerika. Po pra, prap Amerika. Sot garanca e lidhjes së Kosovës me gazin amerikan është lidhja demokratike e Kosovës. Sepse kur ne duhet të zgjedhim mes sigurisë energjetike që na jep Amerika dhe varësisë energjetike nga armiqtë e Kosovës, për ne nuk ka asnjë dilemë në zgjedhjen tonë e as në rrugën tonë. Ne i zgjedhim një herë për gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse edhe sot e dini kush po na ndihmon në fuqizimin e FSK-s? Prap Amerika. E dini kush po jap garanci për paprekshmërinë e kufive të Republikës sonë? Prap Presidenti Amerikan, Kongresi Amerikan, Shteti Amerikan, sërish. Prandaj, lidhja demokratike e Kosovës. Prandaj lidhja demokratike e Kosovës do të mbetet për herë në mbrojtje të kësaj aleance, si një vijë e qartë historike, si një përgjegjësi politike e mbi të gjitha, si një betim moral dhe amanet që na la më i madhi i shqiptarisë presidenti historik, Dr. Ibrahim Rugova. Sepse një popull që nuk u la vetë, nuk u la i vetëm, kur ishte në momentin më të errët të historisë, nuk mund të jetë kur një popull që sot zgjedh diçka më pak se sa sigurinë e plot të së ardhmës së tij. Një aleancë jetike, një aleancë ekzistenciale, e pathyeshme, e pakthyeshme, e përhershme, dhe po edhe e shkëlqyeshme
se me veç të mirë Kosova nuk mjaftohet kur. E shkëlqyeshme dhe asgjë më pak me aleatin ton të liris. Ne e duam Kosovën gjithmon pran aleatve, gjithmon drejt NATO-s, gjithmon drejt Bashkimit Evropian, sepse aty e kemi vendin dhe aty e kemi të ardhmen të garantuar. E tani, të dashur qytetar, dua të flas për gratë e Kosovës. Kjo të dashura gra, kjo fushat, nuk do të ekzistonte pa ju. Kjo Kosovë nuk do të ekzistonte pa ju. Dua t'ju flas nënave, cilat çdo mëngjes zgjohen para të gjithëve dhe bien të flajnë pas të gjithëve. Gjysheve që i mbajtën familjet në këmbë, në vitet më të vështira dhe që sot me ndihmën e tyre, në rritjen e mbesave e nipave, po ndihmojnë edhe ekonominë. Grave të rezistencës paqësore, grave të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, grave të ndërtimit të paqes, grave aktiviste, grave në bujqësi, në biznes, në fabrika, në zyra, në spitale, në shkolla e universitete, në media, në art, në shkencë e në teknologji, grave në politik, në diplomaci, në institucionet të shtetit, në mbrojtje e në siguri. Nënave të reja, nënave vetushqyese që mbajnë bisupe barën e dy prindërve, e vajzave të vogla, të cilat sot ndrojnë një të ardhme me më të madhe se sa kufit e lagjës së tyre. Studenteve që kalojnë net pa gjumë, duke investuar në dijen e tyre. Grave të mërgatës sonë që përfatsojnë një copë Kosovë gjitha ndej në përbot. Pa ju gra e vajza, Kosova kur nuk do të ishte Kosova që është sot. Por Kosova nuk mund të ecë përpara me shpejtësinë që meriton, nëse gratë vazhdojnë të përballen me pengesa që nuk i meritojnë. Prandaj zotimi ynë është për barazi në mundësi, sepse një vajzë nga Dragashi duhet të ketë të njëjtin shansë si një vajzë nga Prishtina, sepse një nën në Rahovec duhet të ketë të njëjtën mundësi për punë si një nën në kryeqytet. Një studente në Gjilan duhet të ketë të njëjtën qasje në teknologji, inovacion dhe treg pune si bashkëmoshatarët e saj kudo në Evropë. Ne do të punojmë për një Kosovë ku shteti nxit punësimin dhe mbështetjen e grave dhe qasjen më të lehtë të tyre në çdo mundësi që ekziston. Ne duam një Kosovë ku vajzat tona udhëheqin laborator kërkimor, kompani teknologjike, universitete, institucione publike dhe organizata ndërkombëtare, sepse ekonomia e së ardhmës nuk ndërtohet vetëm me asfalt e beton, mbi të gjitha ndërtohet me dije. Ne duam një Kosovë ku gratë nuk detyrohen të zgjedhin mes familjes dhe punës. Prandaj, do të mbështesim politika edhe më të fuqishme për të mbrojtur e mbështetur nënat, fëmijët dhe shërbime cilësore për fëmijët kudo në Kosovë në mënyrë që asnjë grua mos të detyrohet të heqë dorë nga puna për shkak të mungesës së mbështetjes. E po aq shumë, do të punojmë për një Kosovë ku ka barazi para ligjit, një Kosovë ku të gjithë janë të sigurt. E duam një Kosovë ku vajzat e vogla nuk rriten duke pyetur nëse mund t'ja dalin, por rriten duke pyetur se sa larg mund të arrijnë, sa larg mund të shkojnë. Ky është vizioni ynë, sepse e ardhmja nuk do të shkruhet pa gratë dhe vajzat e saj. E ardhmja do të shkruhet pikrisht nga gratë e saj.
Kosova ka potencial të jashtëzakonshëm që pret të lirohet. Ka rinin më energjike në Evropë, ka rinin më të jashtëzakonshme në botë. Ka resurse, ka ide, ka talent, ka mërgatën më besnike që çdo ditë e provon dashurinë e saj ndaj këtij vendi. Por ajo që mungon qytetarë të dashur është besimi. Besimi i qytetarit tek shteti dhe besimi i shtetit tek qytetarët e vet. Ne duam që të rinjt mos ta shohin aeroportin si shpëtim, por ta shohin Kosovën si mundësi të pakufizuar. Duam arsim cilësor, shëndetësi për të gjithë qytetarët, inovacion e ekonomi moderne. Dhe në këtë moment vendimtar për Kosovën, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dr. Lumir Abdigjiku dhe kryeministri i ardhshëm i vendit tonë qëndron në krye të këtij vizioni të qartë, një vizioni që synon ta rikthejë dinjitetin e institucioneve dhe besimin e qytetarëve në shtetin e tyre. Prandaj, duat ju them të gjithve që na jeni bashkuar sot dhe të gjithë atyre që i kemi takuar në këtë fushat, se nuk ka krenari më të madhe se sa të qëndrojmë krah për krah në këtë rrugtim, me besim të plot në njëri tjetrin e mbi të gjitha, me besim në ju qytetarë të dashur, se ju asesi nuk do të dorëzoheni para propagandës e manipulimeve. Jo, ju nuk dorëzoheni, por do të zgjidhni rrugën e dijes e të punës së ndershme e të dëshmuar. Prandaj qytetarë të dashur, me 7 qershor nuk është një ditë e thjesht votimesh. Atë ditë ne vendosim për ta mbrojtur shpirtin e këtij vendi dhe drejtimin e Republikës sonë për dekadat që do të vinë. Vendosim nëse Kosova do të sundohet nga një njeri vetëm apo do të ketë sundim të ligjit, nëse institucionet do të jenë të lira apo të nënshtruara, nëse qytetari do të jetë i lirë apo i friksuar, sepse betejë jonë nuk është thjesht betejë politike. Betejë jonë është betejë për ta mbrojtur demokracinë nga mendësia që kërkon pushtet pa kufi. Betejë jonë është për të mbrojtur vlerat njerëzore të cilat rrezikohen nga përçarja. Prandaj, ju bëj thirrje nga thellësia e zemrës. Mos votoni nga zemrimi, votoni nga dashuria për Kosovën. Mos votoni nga zhgënjimi, votoni nga shpresa për fëmijët tuaj. Mos votoni kundër askujt, votoni për Kosovën që ju e meritoni. Votoni për bashkimin, votoni për dinjitetin, votoni për shtetin e të gjithë qytetarëve të vet. E unë besoj që kur dilni ju me 7 qershor, kur ti mobilizoni familje tuaja, kur ti mobilizoni miq tuaj, vota juaj do të bëhet zë që do të ketë peshën e historisë në Republikën e Kosovës. Unë besoj tek fuqia juaj, me gjithë zemër dhe pa asnjë dyshim. Besoj te nënat që kur s'kan rreshtur së besuari edhe kur gjithçka duke je humbur. Besoj te njerëzit e këtij vendi që kanë ditur ta bëjnë mrekullinë e qetë të mbajtjes së vendit gjallë. Besoj te baballarët që kanë punuar me ndershmëri dhe i kanë mësuar fëmijët e tyre mos të nënshtrohen kurrë. Besoj tek të rinjët, të cilët ende ndrojnë dhe refuzojnë të dorëzohen ndaj zhgënjimit. Besoj te mërgata jonë, e cila kurrë, asnjëherë nuk e ka harruar Kosovën.
Besoj të çdo qytetar që refuzon të pranoj se frika është fati i tij, sepse historia jon nuk është frikë e dorëzimit. Historia jon është histori e qëndresës, e sakrificës dhe e besimit të pathyeshëm. Ashtu siç besoi presidenti Rugova, kur liria e pavarësia dukeshin thjesht ëndra të largëta. Ashtu siç besoi ushtria çlirimtare e Kosovës, kur vendosën më të shtrenjtën edhe jetën e tyre ta japin për këtë tokë. Ashtu siç besuan mira qytetar, kur çmimi i lirisë ishte shumë i lartë. Prandaj sot është radha jonë, jo për të bërë sakrificat e jashtëzakonshme, por për të bërë veprime të thjeshta, por të fuqishme. Të dalim dhe të votojmë për bashkimin e kundër ndarjes së këtij populli që ka sakrifikuar aq shumë. Bashk siç kemi ditur gjithmonë, kur Kosova ka pasur më së shumti nevojë për ju. Bashk do ta rikthejmë Kosovën në rrugën e besimit, e kundërndarjes së këtij populli, në rrugën e zhvillimit dhe të dinjitetit. Sepse shpresa është gjithmonë më e fortë se frika, sepse bashkimi është gjithmonë më i fortë se përçarja, sepse qytetari, ju, secili qytetar jeni më të mëdhej se secili politikan, sepse Kosova, atë dhe o ju një dashur është mbi të gjitha, sepse sa herë Kosova ka nevojë për orientim, ku kthehet te Rugova. Sa herë Kosova ka nevojë për dinjitet shtetëror, kthehet te Rugova. Sa herë Kosova ka nevojë për bashkim, kthehet te lidhja demokratike e Kosovës. Zoti e bekoft Kosovën dhe qytetarët e saj, Zoti e bekoft përjetësisht miqësinë me Amerikën, rënoft Republika e Kosovës e lirë, e bashkuar dhe e pamposhtur. Ju falenderoj.